Agjencia e Mbikëqyrjes Policore e Rajonit Tiranë ka pezulluar nga detyrat e punonjës policie të forcave të posaçme Shqiponia pas një ngjarje të ndodhur në 8 maj 2025, ku efektivet janë përfshirë në një përplasje fizike me një drejtues automjeti. Sipas njoftimit zyrtar të AMP, ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:30, kur 3 punonjësit e policisë, inspektor Egzon Toskaj, inspektor Denis Gërdeci dhe inspektor Elis Noto, kanë ndaluar një automjet në rrugë. Veprimet e tyre kanë kaluar përti procedurave të lidhshme dhe janë përshkallëzuar në konfrontim fizik me drejtuesin e automjetit. Si pasojë e dhunës së ushtruar, qytetari ka pësuar dëmtime dhe është dërguar në Spitalin Universitar të Traumës për trajtim mjekësor. Rasti është regjistruar në kuadër të një procedimi penal për vitin 2025, ku 3 efektiv janë vënë në hetim për veprën penale, kryerje e veprimeve arbitrare në bashkëpunim. Vendimi për pezullimin e tyre është marrë në zbatim të urdhrit të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, e cila ka caktuar masën e sigurimit personal, zullimi i ushtrimit të një detyre a shërbim publik për të 3 punonjësit. Të pezulluarit janë inspektor Egzon Toskaj me detyrë trup shërbimin e seksionin Shigjeta të forcave të posaçme Shqiponia e inspektor Denis Gërdeci në të njëjtën detyrë dhe funksion brenda të njëjtës njësi. Inspektor Elis Noto gjithashtu është pjesë e seksionit Shigjeta. AMP nënvizon se vijon hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore të secilit efektiv të përfshirë.